emërtimi i njerëzve të hakut me nofka dhe emra ofendues është diçka e vjetër. Do më thënë që e kanë pas njerëz të xahilietit, si thot Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab, do më thënë është një prej meseleve të xahilietit që i kanë pasur në xahiliet, që i kanë quajtur njerëz të vërtetës me kështu nofka ofenduese. Kurse për veti secili thotë se është në hak. Edhe ajo nofkë që përdoret për kohën tonë, është përdorur në periudhat ndryshme. I kanë thënë njerëzve të sunetit në kohën e Imam Ahmedit, i kanë thënë Hambeli, për të menduar njerëzit se kjo që thot Imam Ahmedi është shpikje e tij, edhe nuk është suneti. Suneti është çka kanë thënë Mu'tazilit, do të thënë kështu kanë pretenduar, ose kanë pretenduar xehmit se fjalët e tyre janë islami i vërtet. Kurse islami i vërtet është madhhab Hambeli, do të thënë që e ka shpik Ahmed ibn Hambeli. Kështu në secilën kohë edhe nuk ka nevojë për sqarim se të gjithë e dini që në periudhën tonë është përmendur me të madhe emri Wahhabi, do të thënë sikur është kjo rrugë diçka që e ka shpikur Muhammed ibn Abdul Wahhab. Mirpo kësaj fjale sikur i është zbehur do të thënë fuqia, edhe kanë shpikur një fjalë tjetër që ja mveshin menhexhin selefi, do të thënë mveshin si shpikje të Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Prandaj ose thonë kjo është rrugë Madkhalie, ose thonë këta janë Rabiovca, do të thënë sipas emrit të parë të Sheikh Rabis, ose sipas emrit familjes së tij Madkhali. Dhe pretendojnë se do të thënë Sheikh Rabia është që e ka shpikur këtë menhexh që nuk ka ekzistuar. Dhe ne u themi, pra secili në bazë të fjalës së Allahut subhanahu wa taala që ka thënë qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, do të thënë sillni argumentet tuaja nëse jeni që e thoni të vërtetën. Pra ai që e thot të vërtetën patjetër se ka argument. Edhe nëse ti pretendon se ajo që e thua është e vërtetë, sille argumentin. Dhe argumenti është që të tregoj njeriu se ku është kundërshtimi i thirrjes së Rabiovcave me Kur'anin ose Sunetin, ose me fjalët e selefëve.